Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Weekend Lovers. Gjatë kësaj jave që po mbyllet, u shënua dhe dita ndërkombëtare e internetit më të sigurt, një ditë, le të themi, që na gjem përballë një debati global në një kohë kur jeta jon zhvillohet paralelisht online dhe offline. Disa vende janë duke diskutuar me seriozitet ndalimin e rrjeteve sociale për fëmijët nën 16 vjeç, duke argumentuar se ekspozimi i hershëm ndaj algoritmeve, përmbajtjeve të pakontrolluara, presionit social po ndikon drejt për drejt në zhvillimin emocional dhe kognitiv të rinjve. Ndërkohë, studime të ndryshme ndërkombëtare kanë hapur një tjetër diskutim delikat. Është Gen Z, brezi i parë që po shfaqë rënje në disa tregues të aftësive njohëse krahasuar me brezat paraardhës, dhe a ka lidhje kjo me varësinë nga ekrani, me konsumimin e shpejtë të informacionit, me reduktimin e leximit të thellë dhe përqendrimin afatgjat. Teknologjia nuk është armiku, ajo është mjeti më i fuqishëm që kemi ndërtuar ndonjëherë, por pyetja thelbësore që shumë ekspert shtrojnë është apo e kontrollojmë ne teknologjinë apo po na kontrollon ajo ne, sidomos fëmijët tanë. Sot do të flasim pikërisht për rreziqe reale, për zgjidhjet praktike, për mënyrën se si mund të krijojmë një ekuilibër midis inovacionit, por edhe mbrojtjes së brezit që po rritet në një botë plot ekrane. Dhe në një lidhje direkte sot kam Nadia Elbasani, është eksperte e sigurisë kibernetike, pedagoge në Universitet Njëkohësisht. Kënaqësi që e kam në këto momente. Nadia, përshëndetje. Përshëndetje, kënaqësi që do imja. Nadia, unë shtrova disa pyetje në hapje të kësaj interviste, por do të doja që ta nisja me një pyetje shumë të thjeshtë. Në ditët që po jetojmë, çfarë do të thotë realisht dita e internetit më të sigurt dhe pse është kaq e rëndësishme sot? Atëherë, janë mirë që shënohen ditë të tilla për të kthyer vëmendjen, edhe pse nuk mungon për hir të vërtetës vëmendja kohët e fundit tek teknologjia, por më shumë se sa tek zhvillimet teknologjike, zhvillimet e inteligjencës artificiale. Është mirë që vëmendja të kthehet edhe tek siguria kibernetike. Dhe siguria e të dhënave, siguria e fëmijëve në rrjetet sociale, në internet në përgjithësi, sepse nuk është vetëm problemi i rrjeteve sociale. Gjithashtu fëmijët mund të jenë të ekspozuar në shumë çka online, përfshirë këtu platformat gaming, komunikimet e tjera në platforma qoftë komunikimi, qoftë platforma lojrash, apo edhe rrjete sociale. Kështu që ditë të tilla në fakt shërbejnë që të ngrejmë zërin edhe më shumë mbi kujdesin që duhet të kenë kryesisht fëmijët, por edhe të gjithë në ndërtarinë e tyre online. Po, patjetër, po realisht sa është i rrezikuar një fëmijë në ditët e sotme përballë teknologjisë? Shikoni, kur shumë nga fëmijët e kanë kthyer teknologjinë në lojë, pra që harxojnë goxha kohë duke naviguar në internet, sigurisht rritet edhe rreziku. Kështu që cilido nga ata persona që e përdorin teknologjinë janë të rrezikuar, jo vetëm fëmijët, por fëmijët pak më shumë, për shkak të mungesës vëmendjes që kanë, her pas here bien pre disa manovrave dhe mashtrimeve online, të cilat për hir të vërtetës janë të vështira për të kuptuar ndonjëherë edhe nga të rriturit, jo më nga fëmijët. Kështu që ditë të tilla duhen pikërisht për të ndërgjegjësuar pak më shumë se çfarë mund të ndodhi online. Shikoni, mashtrimet online janë gjithnjë e mënyrritje, sepse janë më të thjeshta për të kryer. Pra, përdorimi i inteligjencës artificiale, përdorimi i platformave të komunikimit, përdorimi i platformave gaming janë të gjitha faktor dhe mundësi për të mashtruar më thjesht si fëmijët, por edhe personat e tjerë. Po, tani, sa real është dhe rreziku i ekspozimit ndaj përmbajtjeve shqetësuese dhe të papërshtatshme, sidomos për fëmijët nën 16 vjeçëm. Ne e përmendëm që një pjesë e madhe e vendeve të Europës, gjithashtu Australia ishte ajo që ndërmori hapin e parë për t'i ndaluar logimet e të rinjve në rrjetet sociale, por është vërtet real ky rrezik për të rinj? Atëherë, unë po e nis kështu. Australia ishte vendi i parë i cili bllokoi rrjetet sociale
për fëmijët deri në moshën 16 vjeç. Pra duhet sqaruar diçka. Bëhet fjalë për bllokim të kufizuar, pra në bazë moshe. Kufizohet për fëmijët deri në moshën 16 vjeçare, konkretisht në Australi. Franca është vendi i dytë i cili në shtator të këtij viti, pra në shtator të 2026-s, pritet të bëjë të njëjtën gjë për fëmijët deri në moshën 15-16 vjeçare. Duket sikur këto janë dy vendet, por në fakt nuk është kështu. Po të hulumtosh pak më shumë, do të kuptosh që ka edhe vende të tjera të Bashkimit Evropian. Po edhe Spanja së fundmi. Po edhe Spanja. Në diskutim publik, po Spanja, Greqia po ashtu, Danimarka po ashtu, Finlanda po ashtu, pra janë disa vende të cilët kanë hedhur për konsultim publik pikërisht të njëjtin po themi mekanizëm për të qenë sakt. Pra, mekanizmi është ky që për fëmijët deri në moshën 15-16 vjeç në varësi të secilit shtet, sepse kam vendosur sipas studimeve të tyre që deri në një moshë të caktuar fëmijët nuk mundet që të përdorin rrjetet sociale në mënyrë të pavarur. Disa alternativa të tjera janë që këto rrjete sociale të përdoren nga fëmijët vetëm me dakordsinë e prindit. Të cilat janë mekanizme që bëjnë të mundur ruajtjen e fëmijëve nga kontenti online. Tani, pse është e rrezikshëm për të dalë përveç vendeve që e kanë nisur këtë lloj diskutimi publik, pse është e rrezikshëm? Disa aplikacione krijojnë varësi të shtuar për shkak të algoritmit që kanë dhe mbrojtja e vetme që kanë menduar të bëjnë është që të bllokojnë rrjetet sociale për fëmijën deri në moshën 15 vjeçare. Po mirë, është zgjidhje, le të themi, ky ndalim total i rrjeteve sociale për fëmijët e kësaj moshe që sapo përmendëm dhe nga këto vende që sapo përmendëm, a është kjo zgjidhja? Shiko, mbase duket sikur është një zgjidhje radikale, por unë prandaj theksova që është mekanizëm vetëm i kufizuar, pra vetëm për fëmijët. A është kjo rruga e dur? Unë si Nadia e preferoj që teknologjia të zhvillohet normalisht, por njëkohësisht edhe të rriten aftësitë digjitale të gjithë qytetarëve. Përfshirë këtu dhe fëmijët, duke qenë se janë brezi i ri dhe prej tyre pritet që të kenë aftësi digjitale edhe më shumë se sa një brez më përpara. Unë nuk mendoj që kufizimi i përdorimeve të rrjeteve sociale ul aftësi digjitale. Pra nuk do dua të lidh aftësi digjitale që ne i kërkojmë tek fëmijët me rrjetet sociale. Sepse rrjeti social nuk shton domosdoshmërisht aftësi digjitale. Ndonjëherë bën efektin e kundërt. Pse e them këtë? Studimet dhe këtu bazohem më shumë tek studimet e psikologëve, tregojnë që fëmijët të cilët përdorin rrjetet sociale në mënyrë të vazhdueshme të shtuar, kanë edhe një agresivitet më të shtuar. Po, e vërtet. Mënyra se si këto rrjete sociale funksionojnë është pikërisht për të tërhequr vëmendjen e fëmijëve dhe her pas here kur kjo vëmendje mungon, algoritmi bën të mundur që ti tërheqi vëmendjen përmes notificationave që i vijnë. Dhe her pas here, edhe kur fëmia kërkon që të largohet nga rrjetet sociale, nuk e lë një njoftim që i vjen në telefon dhe i thotë që dikush të ka bërë like apo dikush ka postuar dhe mos harroni bëhet fjalë për mosha deri 15 vjeç. Dhe sigurisht kur dikush shikon që është bërë like, pra është pëlqyer, fillon edhe kërkon të harxojë edhe më shumë kohë në rrjetet sociale, sepse mendon që duke harxuar më shumë kohë do të jetë edhe më i pëlqyeshëm për miqt edhe për gjithë komunitetin e atij rrjeti social ku ai vepron. Kështu që të paktën psikologët thonë që është mirë për fëmijët të qëndrojnë pak më larg rrjeteve sociale dhe kjo jo detyrimisht dhe të jetë e barazvlefshme me të qenit larg teknologjisë apo aftësive digjitale, sepse ne kërkojmë nga fëmijët dhe normalisht është një kërkesë pak e pranuar tashmë që fëmijët të kenë aftësi digjitale më shpejt dhe më shumë se sa një brez përpara. Por kjo jo e lidhur detyrimisht me rrjetet sociale dhe ndërveprimin e fëmijëve to.
Nadia, ne kemi pasur një bisedë vitin e kaluar këtu në studion e Radio Travel dhe të Premium Channel, ku kemi folur pikërisht për aftësitë digjitale të rinjve shqiptar. Nëse ke mundur do të shikosh ndonjë evolim apo jo, si duket qasja e tyre në ditët e sotme? Atëherë, statistikisht unë nuk mund të sjell një përgjigje, por po ju them nga eksperjenca personale. Pra unë shikoj që studentët e mi janë shtuar krahasimisht me 2 vite përpara. Okay. Kjo tregon që ka një vëmendje tek teknologjia, mbase tani për hir të vërtetës në disa edhe për çështjes pragmatizmi, pra e kam parë teknologjinë si mënyra më e shpejtë, më e sigurt për të dalë në tregun global të punës, sepse teknologjia ka këtë favor që ka një treg global pune, nuk është një treg lokal. Pra, një shqiptar mund të punësohet kudo, duke qëndruar në Shqipëri për sa i përket fushës së softwareve, pra zhvillimit të softwareve. Aftësitë digjitale të rinjve janë të paktën nga ajo që shoh nga studentët janë në nivel të pëlqyeshëm. Sigurisht ka vend për përmirësim, por përmirësimi besoj që do duhet vi pak më shumë tek ata që nuk janë në fushën e teknologjisë së informacionit dhe tek një brez që është pak më i moshuar. Ndërkohë, meqense jemi duke folur pikërisht për sigurinë online, së fundmi inteligjenca artificiale, veçanërisht ChatGPT, është duke përdorur pikërisht një imazh, duke të thënë ty që mund të krijojë një imazh në bazë të çfarë lloj bisede që kemi bërë së bashku. Sa rrezikon kjo të dhënat personale të çdo kujt që është duke përdorur atë? Ky është një zhvillim realisht i kohëve të fundit, ka nisur një formë shakaje, pra kur pyet po themi eksaktësisht ChatGPT-n për të krijuar një imazh të vetes tënde në bazë të informacioneve që ka për ty. Ka nisur si lojë, mirë po, pa dashur që të bëhem e bezdisshme duke thënë vazhdimisht rëndësinë e të dhënave personale. Në fakt, jo vetëm unë, po sot në mëngjes po lexoja që është ngritur si problematik pikërisht kjo lloj loje e hapur tashmë edhe në rrjetet sociale, pra ku ftohen persona të tjerë që të bëjnë një të gjë dhe t'i kërkojnë ChatGPT-s të krijojë një imazh në bazë të informacioneve që ka për ty. Tani, duhet pranuar që sigurisht çdo gjë që ne bëjmë online lë gjurmë. E njëjta gjë ndodh edhe nëpër aplikacione të inteligjencës artificiale. Kështu që të gjithë informacionet apo të gjitha kërkimet që ne bëjmë edhe në aplikacione si ChatGPT sigurisht lë gjurmë. Dhe janë pikërisht këto gjurmë që formojnë një identikit. Dhe është ai identikit që ju vjen në formën e një karikature. Okej. Kështu që duhet bërë kujdes në një farë mënyre sa i përket kësaj pjese. Jo vetëm në këtë rast, duhet bërë kujdes për gjithçka që ne lëm online. Pra, gjithçka online lë gjurmë. Kjo është e sigurt. Pra, të paktën kur duhet të ndërgjegjësojmë, fjalia e vetme që unë mund të them është keni parasysh që në momentin e parë kur keni të bëni me teknologjinë, gjithçka lë gjurmë. Mund të mendoni se jeni në një profil tjetër, pra jo me emrin tuaj, por nga kërkimet e vazhdueshme, sigurisht krijohet identikiti juaj e para dhe e dyta. Gjurmimi i një individi nuk është aq e vështirë në fakt kur bëhet fjalë për gjurmimin e aktive etj. Me radhë. Po, e vërtet. Por duke qenë se jemi tek kjo temë dhe për më tepër fëmijët që janë tani edhe përdorues të inteligjencës artificiale dhe pa diskutim që duhet të ketë një qasje më të shëndetshme, por cila do të ishte kjo qasje më e shëndetshme, një kontroll më i fortë apo një dialog i hapur? Të dyja. Të parën unë do të vendosja komunikimin, pra
të informuarit mbi atë çfarë një fëmijë mundet të përballet online, pra komunikimi hapur, direkt, se cilat janë rreziqet e botës online, dhe pa filtra, pra në kuptimin e të thënit realisht, gjithçka që një fëmijë mundet të ndeshet online, që nga mashtrimet financiare, mashtrimet emocionale etj. Me radhë. Po, cili është gabimi që mund të bëjnë prindrit? Kontrolli prindëror i dyti, e dyta do të ishte kontrolli prindëror në dy kuptime. E para në kuptimin teknologjik, pra të gjithë e dim se si është, por kam vënë re diçka që jo të gjithë e kuptojnë, pra jo të gjithë prindrit arrin të kuptojnë se si funksionon kontrolli prindëror nga aspekti teknologjik. Pra, jo nga aspekti tradicional, pra kontrolli fizik i telefonit apo kontrolli fizik i laptopit, qëndrimi mbi kokë tek fëmia, nuk e kam për këtë lloj kontrolli që padyshim është faktor. Pra, janë të gjitha element që duhen përdorur kur vjen puna tek mbrojtja e fëmijëve online. Kontrolli prindëror nga aspekti teknologjik është një nga faktorët. Komunikimi është parsor, pra edhe nëse me të drejtë disa nga prindrit nuk dinë se si mundet që të vendosin kufizime për qëndrimin e fëmisë së tyre online, të paktën të përdorin metodat e tjera, që janë e para komunikimi, e dyta njohja se çfarë fëmia e tyre mundet që të bëj online dhe çfarë rreziqesh mund të ketë ai online. Tani, si ti mësojmë fëmijët që të raportojnë edhe të bllokojnë këto përmbajtjet e dëmshme? Këtu mund të jetë edhe ndonjë këshill për prindrit që ndoshta nuk janë shumë brenda gjithë këtyre risive teknologjike që smartphone-ot sjellin dita ditës. Atëherë jam shumë e bindur që fëmijët dinë të raportojnë në kuptimin teknologjik, dinë të raportojnë. Pra dinë të raportojnë dhe të bllokojnë një faqe kur ata duan. Por është mirë që ky raportim të jetë edhe në kuptimin tradicional. Pse? Sepse jo gjithçka zgjidhet me perceptimin e fëmijës. Pra, nuk mundet të bllokojnë të gjitha faqet dhe kjo e vështirëson ndërveprimin e tyre online. Ndonjëherë mos harroni që bota digjitale kthehet në një fragment i botës reale. Dhe fillojnë të ndërveprojnë me njëri tjetrin dhe kërkojnë që të mos jenë të larguar nga vëmendja e miqve të tyre dhe mos jenë të larguar nga fusha e veprimit, po themi dytësore, edhe pse në fakt mendoj që është një fushë veprimi e fëmijëve po aq reale dhe po aq parsore sa edhe jeta e tyre e përditshme. Pra, e kanë kaluar aspektin digjital në përdorim aq të shpeshtë dhe aq parsor sa edhe jeta e tyre në shkollë apo me ndërveprimin e zakonshëm me bashkëmoshatarët. Ti më përmend pak shkollën, por sa e rëndësishme është, Nadia, që në kurrikulat mësimore të jetë tashmë shumë e inkorporuar edhe se si të rinjt, fëmijët të dallojnë informacionet e rreme gjatë përballjes së tyre online. Çfarë mund të bëhet këtu? Sa e rëndësishme është rrethfarë, është esenciale. Pra, jo gjithçka mundet të kryhet vetëm nga prindi, jo gjithçka mund të kryhet vetëm nga ne që përpiqemi ta themi vazhdimisht rëndësinë e rreziqeve online, mashtrimeve online. Patjetër është domosdoshmërinë madje vendosja dhe marrja seriozisht e lëndëve teknologjike në shkolla, jo vetëm për sa i përket aftësive digjitale, por edhe njohjes së rreziqeve nga teknologjia dhe nga ndërveprimet online të fëmijëve. Kështu që ndryshe nga, po themi, brezim, ku lënda e teknologjisë për hir të zërthetës nuk ka marrë vëmendjen e duhur, sot duhet marrë vëmendjen e duhur jo vetëm nga aspekti teknologjik, pra që të rrisim aftësitë digjitale të fëmijëve, por edhe nga aspekti i ndërgjegjësimit të tyre, se çfarë mundet që të ketë online dhe me çfarë mundet përballen ata online. Pastaj
Pra, më falni e fundit, përditësimi i kurrikulave është domosdoshmëri në moment, pikërisht për të evidentuar rreziqet që fëmijët mund të kenë online, bullizmin online dhe terminologji të cilat vite më parë nuk ekzistonin. Dhuna digjitale vite më parë si terminologji nuk ekzistonte, ndërsa sot po. Ka një pra është krijuar, po themi, një fjalor i ri, pikërisht sepse zhvillimet janë në këtë lloj niveli që kanë arritur. Po, e vërtet, po, ju jeni dhe pedagoge, jeni në kontakt me studentët her pas here. Në Shtetet e Bashkuara ka nisur tani një praktikë e re sa i përket provimeve, sepse të rinj studentët janë duke përdorur inteligjencën artificiale edhe sa i përket informacioneve që ju duhen për provimet edhe për detyrat që mund t'ju jepen. Dhe në Shtetet e Bashkuara tani po përdoret praktika e provimeve me gojë. Çfarë po bëni ju sa i përket kësaj teme me studentët? Është sfidë dhe realisht nuk është sfidë e vogël. Sfidimi jon i teknologjisë dhe i aplikacioneve të inteligjencës artificiale kur vjen puna tek mësimdhënia, mësimdhënia. Pra unë e kam pranuar që studentët e mi informacionin e marrin shumë më thjesht online nëpër aplikacionet të inteligjencës artificiale, por edhe nëpër kurse online. Në fakt, një përgjigje se si do të zgjidhet nuk e kam, se realisht është sfidë e vogël. Dhe në fakt më vjen keq ta pranoj, por është nga ato sfida që vën në pikpyetje shumë element të edukimit tradicional. Dhe ka ardhur koha, mendoj, që të pranojmë sfidat dhe të gërshetojmë edhe mësimdhënien e mësimdhënien me zhvillimet e fundit, mbase kthimi në provime verbale mund të jetë një metodë, por gjithsesi kam një prirje liberale dhe mendoj që pranimi i teknologjisë dhe pranimi i sfidave duhet vi. Mënyra se si do të testohen studentët duhet, besoj, të jetë në gërshetim me atë që realisht ta student do të kenë në tregun e punës. Pra, flasim për një treg pune që ka ndryshuar dhe edhe në përditshmërinë e tyre, ata do ta përdorin inteligjencën artificiale dhe do të përdorin të gjitha ato mekanizme që i përdorin edhe aktualisht në bankat e shkollës. Tani sfida më e madhe pa diskutim që është e juaja në rolin e pedagogëve dhe pa diskutim të gjithë mësuesve. Dhe pyetja tjetër që më lind spontanisht në bazë edhe të disa prej studimeve, nuk mund t'i përgjithsojmë këtu absolutisht, por thuhet se për shkak të teknologjisë, gjenerata Z është më pak inteligjente se sa millennials. Sa të vërtet të dhimbshme ka këtu, Nadia? Sa pesh ka teknologjia këtu? Varet si e përdor teknologjinë që dalim pastaj në këto lloj sondazhesh. Sepse, mos harroni, është shumë herë më e thjeshtë që ne të aksesojmë informacionin, të gjejmë informacion, të lexojmë diçka të re, të lexojmë diçka të fundit sot. Pra është shumë herë më e thjeshtë. Tani kjo nuk është ekuivalente me këtë studim që tregon se gjenerata Z është më pak inteligjente se gjenerata e mëparshme. E ditim pse, sepse në fakt ishte dhe është në dorën tonë që punët të cilat dikur i kryenim për 1 orë, sot mundet i kryejmë për 20 minuta ose edhe më pak. Dhe diferencën e mbetur të kohës ta shpenzojmë në mënyrë efektive. Është në dorën e gjithë secilit. Pra nëse unë zgjedh që kohën e mbetur ta shpenzoj për diçka totalisht të pavlerë nga aspekti mendor dhe nga aspekti i zhvillimit psikologjik dhe individual, është përgjegjësi e individit. Pra, ndonjëherë nuk duhet fajsuar teknologjia që brezi i ri është më pak inteligjencë e mëparshme. Teknologjia të dha mundësinë që diçka e cila të merrte dikur 1 orë kohë, sot të merr 20 minuta, kështu që gjithë pjesën tjetër të mbetur
ta përdorësh për akoma edhe më shumë rritje personale. Pra, është në dorë të gjithë secilit se si e përdor kohën e mbetur. Po Nadia, po algoritmet të mbajnë aty të lidhur për orë të tëra. Dhe atëherë dalin tek fillimi ku tham që fëmijët do duhet të bllokohet përdorimi i rrjeteve sociale, pikërisht se krijon atë varësinë e scrolling pafund dhe mënyrë tjetër, edhe pse pak radikale, duket sikur është e vështirë që të gjendet. Tani dua të të bëj 4 pyetje shumë të shkurtra ku mund përgjigjesh me një fjali. Është telefoni babysitteri i ri i prindërve të sotëm? Statistikat, fjalët, videot tregojnë që po. Okej. Sa orë ekran në ditë janë shumë për një adoleshent? Shikon, nuk duhet gaboj, kështu që përgjigjen e kësaj pyetje besoj mund ta thotë shumë herë më mirë një psikolog ose një besoj që psikologu është personi i duhur që mund të t'japi një përgjigje se sa orë mundet që të qëndrojë një fëmijë online. E mirë kuptojmë përgjigjen tënde duke qenë se ti ke marrë më të mira teknologjisë. Nëse një fëmijë fshin historikun e kërkimeve në telefon, në kompjuter, laptop, a duhet që prindi të shqetësohet? Po, sepse mund të kishte një komunikim pak më të mirë, se ka një arsye pse ka fshirë diçka të cilën teorikisht do duhet ishte informuar mbi rreziqet online. Pastaj, këto janë detaje të cilat kur vendoset një komunikim i mirë dhe një përdorim i arsyeshëm i teknologjisë dhe i sigurt, janë detaje që duhen vënë re dhe duhen evidentuar. Po, dhe duhen ndjekur. Dhe e fundit, me një fjali, çfarë do të thotë për ty internet i sigurt? Okej. Internet i sigurt është mënyra koshjente se si përdor çdo aplikacion online, çdo gjë që ti bën në momentin e parë që ndërvepron me internetin, po e themi thjesht. Pra, interneti i sigurt është kur ti je i vetëdijshëm që personi përballë, edhe pse mund të mendosh që je duke komunikuar me të, potencialisht mundet që të mashtrohesh prej tij në format më të ndryshme. Interneti i sigurt është që të kuptosh se jo çdo link që ju vjen mundet të klikohet dhe mundet besohet gjithçka që ju lexoni. Okej. Nadia, ishe shumë e qartë. Unë të falenderoj shumë për këtë intervistë dhe për kohën që gjete për të qenë me ne. Dhe pa diskutim që do të kemi mundësi të tjera për të qenë bashkë. Edhe unë ju falenderoj shumë për vëmendjen që i kushtoni her pas here teknologjisë. Jo si shkak trendi, po si shkak pasojë e veprimeve që ne bëjmë online. Dhe është mirë në fakt dhe ju falenderoj që i jepni këtë vëmendje. Faleminderit dhe ty që ndan më të mirën e gjithë asaj që ke ndërtuar tek vetja jote sa i përket teknologjisë dhe sigurisë kibernetike mbi të gjitha, që është një prej temave më aktuale globale sot. Një ditë të mbar. Faleminderit edhe për ju po ashtu. Okej, ishim me Nadia Elbasani në këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe në këtë intervistë ku folëm për disa tema dhe për disa pyetje që shumë prindër mund t'ja bëjnë vetes dhe pa diskutim që përballen edhe me ndonjëherë agresionin që tregojnë fëmijët kur dëshiron t'i shmangësh nga teknologjia, por mënyrat janë të shumta dhe koha cilësore me ta do të ishte pa diskutim zgjidhja e duhur. Ne do të bëjmë një shkputje muzikore dhe do të rikthehemi sërish në studio.